nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be loved by you. The diddly 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 dum, poo poopy doo, poo poopy doo. Shikues të Blu, zonja dhe zotrinj, mikesha dhe miq, jemi sërish së bashku në takimin e radhës, që të ndajmë së bashku dashuri reale, ndjenja të sinqerta, me një mikesh, jo vetëm e imja, por e sigurt edhe për çdo femër që e ka transmetuar dashurin nga vetja tek këto, por mbi të gjitha i njeh dhe i prezanton edhe me vlerat e tyre të brendshme. Marcela Jaho. Përshëndetje. Përshëndetje. Ne të njohim Estetik by Marsi, edhe unë kështu të drejtohem. Estetik by Marsi. Faleminderit që pranove, faleminderit dhe që je me ne për të ndarë momente nga jeta jote, qoftë personale, qoftë edhe profesionale. Shumë faleminderit juve për ftesën që më bët dhe jam shumë e respektuar prej jush. Marsi, ka momente që jeta të ndryshon. Për shkaqe, për arsye, për rrethana, për njerëz, në çfarë momenti e ke ndjer veten të ndryshuar, si femër, si grua, si profesioniste dhe mbi të gjithave si njeri? E pati fillesën e saj nga një ngjarje ime, nga një ngjarje në jetën time, që shënoi fillimin e rrugtimit tim drejt estetikës. Vite më përpara, pas një lindje të një fëmije, nuk arriti që të mbijetonte dhe në atë moment unë mora vendimin që të ndryshoja jetën time. Duke qenë që pjesën e thonjve, siç thuajnë në atë kohë, e kisha shumë për zemër, vendosa që të bëj një kurs për thonjt. Dhe kështu nisi rrugëtimi im në këtë profesion. Po si njeri? Ishte kjo ngjarja që të ndryshoi dhe si njeri, si vlerë? Mendoj që po, duke i shtuar vlerën vetes time dhe të vija në vendin e parë dhe në radhën e parë veten time dhe duke marrë përgjegjësitë për jetën. Kush ka qenë zëri i brendshëm që të ka shoqëruar në gjithë këto vite? Në gjithë këto vite jo vetëm tranzicioni, sepse njeriu patjetër që ka proces transformimi, ndryshimi, dhe për fatin tonë të keq ndonjëherë dhimbja ose momente të vështira të bëjnë më të fortë, por të bëjnë dhe më të ashpër. Kush është ai zëri i brendshëm që ty të ka drejtuar për të qenë ajo Marsi që fjala bie mund të kesh qenë vite përpara? Duke bërë një rezume të jetës, vite më vonë, e kam kuptuar që kam pasur gjithnjë një zë të brendshëm, i cili më ka thënë tërkohën që duhet të bëj përpara, duhet të luftoj me sfidat që jeta na sjell dhe që duhet të jepja vlerat e mia më të mira, si në anën profesionale, si në anën njerëzore. Një zë që asnjëherë s'më ka lënë në baltë. Ne ndoshta e filluam direkt në thella, thënë popullore. Por nga përjetimet e tua, nga përvoja jote, cila është ajo këshill që ti ndan edhe me klientet, edhe me mikeshat, edhe me të afërmit të tu? Jo vetëm në sensin e fjalës, si këshill, por përvoja jote, çfarë thot? Nga përvoja ime do të thosha të gjithë njerëzve në përgjithësi, grave, femrave në veçanti. Duhet të filloni nga aty ku jeni me atë çfarë keni, për t'i dhënë vlerë vetes tuaj dhe për të mos u kthyer dhe për të mos u thyer nga sfidat që jeta na nxjerr përpara. Kur ja dola unë, ja del çdo njeri dhe të gjitha e kemi brenda fuqinë tonë. Jo ja ke dal, por je modeli i forcës, edhe je modeli që nuk e bërë zhurën për të treguar fuqinë tënde. Të paktën në këndvështrimin tim, dhe jo pa qëllimisht e ftesa kundrejt teje për të qenë ai zëri dhe për t'i pranuar ndoshta dhe ato të vërtetat që në fund të ditës thua pse mua. Por që je modeli i fuqisë dhe forcës dhe ne kemi shumë gjëra të bukura për të folur bashkë.
Si nisi dashamirësia jote për profesionin estetiste? Është profesion i vështirë të qenit estetiste? Të qenit estetiste është një profesion shumë i bukur. Çfarë përmban mbi të gjitha, Marsi? Sepse ne ngatrojmë. Tani, estetiste merret vetëm për çështjet e kujdesit personal, intim të femrës, apo është çdo gjë e lidhur me të bukurën? Estetiste është çdo gjë e lidhur me të bukurën. Dhe pastaj ka fushat e saj të ndara, që është pjesa e trajtimeve të fytyrës të trupit, është pjesa e thonjve, të duarve dhe të këmbëve, dhe këto janë dy fushat që ndahet estetika. E kam pasur shumë qef pjesën e thonjve. Gjithmonë, që kur kam qenë fëmijë i vogël, gjithnjë mundohesha me ato mjetet e kohës së atërshme që thonjtë e mi t'i kisha gjithkohën të kuruar. Dhe si që thash dhe në fillim, e nisa me një kurs të thjesht të thonjve. Fati im ndoshta që në momentin që unë e kam bërë kursin e thonjve, nuk ishte i përhapur në qytetin tonë. Kjo ndoshta më ka bërë të ndër të parat që ja marrë me këtë gjë. Dhe është një gjë t'i Viola që nëse një punë e bën me dëshirë, ajo të del gjithnjë shumë e bukur. Unë kam mbi 21 vjet punë dhe në çdo ditë të më pyesësh, je e lodhur apo të është mërzitur kjo punë, asnjëherë nuk them që më është mërzitur. E bëj me jashtëzakonisht shumë dëshirë. Më vjen nga brenda, më pëlqen puna me njerëzit, më pëlqen që profesioni i estetistes kërkon gjithnjë të jesh në zhvillim dhe mundohem si brenda dhe jashtë qytetit dhe shtetit që të marr pjesë në seminare të ndryshme që bëhen, në evente të ndryshme që bëhen, që të jem gjithkohën e përshtatur me të rejat e fundit që asnjëherë nuk kanë fund. Asnjëherë nuk kanë varim. Ndoshta kjo dhe më bën që ta dua punën, duke qenë që mësoj gjëra të reja, zhvillohem më shumë çdo ditë dhe kam shumë kontakt me njerëz. Më pëlqen shumë kjo gjë. Marsi, ka ndryshuar klientela? 21 vite punë janë shumë. Edhe për të thënë, por ky është një profesion i lirë. Dhe sot e gjej më shpesh në treg, por duke nisur nga fillimet e tua, ka qenë ndër ato profesionet e veçanta. Ka ndryshuar klientela, ka ndryshuar targeti, ka ndryshuar tekat dhe tendencat e klientelës. Është më e vështirë me pak fjalë të punosh sot në të tillë profesion? Pak më e vështirë është sot, sepse është një profesion që është goxha i përhapur. Klientela ka ndryshuar sepse kërkojnë më shumë gjëra, kërkojnë më të mirën për veten e tyre dhe ka ardhur dhe koha që nuk është më të bërit e thonjve apo të kuruarit e vetes të jetë një luks, një luks. Por është kthyer në një domosdoshmëri, në një domosdoshmëri jo jetike, por për të dukur mirë. Sepse të ndjerit mirë me veten na bën që ta rezatojmë këtë gjë dhe ta tregojmë dhe në njerëzit që ne na rrethojnë. Ka ndryshuar koncepti të bukurës sipas teje? Faktikisht, konceptin e të bukurës ne e kemi lidhur gjithmonë me guximin për të vazhduar përpara, se në fund të fundit bukuria nuk është vetëm vitrina, është edhe fuqia, forca, ai zëri i brendshëm, ai shpirti i bukur që ne themi që pastaj ti e rezaton në mënyrën tënde. Ka ndryshuar ky koncept ndër vite ose më saktë si është marrëdhënia jote me të bukurën? Marrëdhënia ime me të bukurën është shumë e bukur. Kë koncepton në Marsi të bukur? Të bukur konceptoj një diçka që ka finesë, ka elegancë dhe nuk është e mërzitshme. Dhe mbi të gjitha më pëlqen dhe ndryshimi i konceptit të njerëzve për pjesën e të bërit për të bërë ndryshimi. Procesin, jo, për të bërë shërbimet për estetikën. Për estetikën. Thamë që është periudhë gjatë tranzicioni, në të cilin jo vetëm fenomenet kanë pësuar ndryshime, por edhe neve si femra, kemi fituar më shumë pavarësi, më shumë liri. Ndihet kjo kur ti je me kliente, se madomendja pjesa më e madhe dërmuese e rasteve të tua janë zonja ose zonjusha, apo jo? Po. Ndihet kjo pavarësi që kemi fituar neve gjinja femërore? Ndihet dhe ndihet goxha shumë. Nga viti në vit ka rritje të kësaj pavarësie dhe ka ndryshuar mendësia, siç e tham dhe më përpara, që është kthyer në një rutinë të jetës së përditshme të grave dhe vajzave
tona. Është një zgjedhje jona, kjo kujdesi ndaj vetes, apo është një kusht për të na pranuar shoqëria? Si e ke parë? E kam parë që është një zgjedhje jona. Dhe kjo është për të përgëzuar, a? Po. Gratë dhe femrat e kanë kuptuar që sa më mirë të ndihen brenda vetes së tyre, aq më mirë dhe aq më shumë mirësi, dashuri do rezatojnë në të jashtmen e tyre. Nuk është se vinë dhe marrin një shërbim vetëm për të dukur mirë, vinë dhe ndjehen mirë me veten e tyre, gjë që reflektohet dhe në jetën e tyre. Faktikisht do ndalesha pak minuta për të diskutuar së bashku edhe për vëmendjen e publikut. Shpesh qendrat estetike janë edhe qendra psikologësh. Ke raste të tilla ku ajo vetëm mund të ndihet mirë që të flasi me ty, të bashkëbisedoj me ty, ose të ndaj edhe thjesht një shqetësim të saj? Duke qenë që kam shumë vite në këtë profesion, nuk i kam më kliente, por i kam mikesha, shoqe, sepse ka zonja që kanë 21 vjet me mua. Që ditën që unë kam filluar punë dhe kjo është besnikëri, kjo është besnikëri. Ka ardhur dhe një kohë, Viola, që njerëzit duan të dëgjohen. Dhe ku më mirë mund të dëgjohen se sa në një qendër estetike, ku ajo mund të shpreh një shqetësim të saj, një problem, gjithmonë në besnikërinë e estetistes për të mos ia nxjerr problemin, shqetësimin, gëzimin jashtë mureve të sallonit. Dhe kjo gjë më vjen mirë. Më vjen shumë mirë që arri deri diku që t'ua qetësoj shpirtin me aq sa mundem, t'i relaksoj, t'u jap një mendim kur ma pranojnë, dhe kjo gjë më bën të ndihem shumë mirë. Është reciproke kjo? Është reciproke. Ka momente që edhe ti ke nevojë tek e fundit patjetër që po, patjetër që po. Nëse mund të them dhe të shtoj diçka tjetër, unë para 2 vitesh kam kaluar një sfidë time, sfidë e radhës së jetës time, i them, dhe dhe me gjej rastin që të gjitha mikeshave të mia t'u shpreh një falënderim që ndoshta s'sa ritu a them dot. Ti je këtu me ne, nuk je vetëm do ta mbarosh, do kthehemi te fjala jote. Mua më vjen mirë që ke forcën dhe fuqinë dhe ti ta ndash këtë gjë. Sepse dikush aty për te ekranit ndoshta ka nevojë për fjalën tënde dhe mesazhin tënd. Dhe patjetër që ti do ta mbarosh mesazhin që nise. Doja t'i falenderoja nga thellësia e shpirtit e zemrës për çdo mbështetje që më kanë dhënë, dhe kjo është lidhja që është krijuar ndërmjet atyre dhe meje gjatë gjithë viteve që unë punoj. Të them më kanë ndëjtur afër është shumë pak. Të them që më kanë dhënë kohën, shpirtin, zemrën e tyre është ajo që dua të them, dhe i falenderoj me të vërtet nga thellësia e shpirtit për mbështetjen që më kanë dhënë në çdo kohë. Pavarësisht që dhe mjekët thanë që është puna jote, po të mos kisha një rreth shumë të mirë shoqëror, me mikesha shumë të mira, me shoqe shumë të mira, që i kam pasur gjithkohën aty, në çdo moment kur unë kisha nevojë për to, sepse familja o Viola do të mbështesi, se je pjesëtare saj. Po kur të mbështet dhe shoqëria e kupton që pas ke vlera. Jo se di, po dhe një mbështetje nga jashtë e kësaj gjëje e forcon. Marsi, sa vite kanë kaluar nga sfida e fundit me shëndetin? Kanë kaluar gati 2 vjet. Do me thënë, është periudha që bëj 2 vjet. Është periudha që ka qenë kur unë e kam konstatuar. Sot e kujton për të forcuar veten, apo do ta bllokosh dhe ta fshish si kujtim të Jo, absolutisht, unë e kujtoj për t'i treguar të gjitha grave, vajzave, nënave, motrave që sfida duhen pranuar, sa më shpejt i pranojmë janë më të kollajshme për t'i tejkaluar, dhe sfidat në forcojnë më shumë. Jo, absolutisht nuk e fshi. Kjo ngjarje
ta forcoj më shumë marrëdhënien me Zotin? Besimin në Zot? Kjo ngjarje ma përforcoi shumë më shumë besimin në Zot. Kjo ngjarje më tregoi që ka diçka përtej vetes tonë, që dhe pa e parë fizikisht është për të mbështetur, për të dhënë kurajo, për të thënë që nuk duhet të dorëzohesh, për të parë atë dritën në fund të tunelit, thjesht duhet të bësh rrugën deri tek drita, të përshkosh tunelin, po që çdo gjë ka një zgjidhje dhe faleminderit o Zot që kam besim në Zot. Ku e kishe motivin? Kush ishte muza jote e motivimit? Jo vetëm në këtë sfidë. Kjo ishte ndoshta sfida më e madhe që të sprovoj me shëndetin, por përgjithsisht muza jote e motivimit, e një ditë të mirë, e një marsi të fortë, energjike, aktive. Kush është? Ku është? Në përgjithësi jam njëri pozitiv. Pas kësaj gjëje... Rrezatohet. Pas kësaj gjëje jam bërë akoma më pozitive, mendoj. Dhe muza ime çdo ditë është që të jem falenderuese edhe për një ditë që Zoti më ka dhuruar. Nuk ja vlen që njeriu të ankohet pa fund, kur ne kemi të mira që i marrim si për të mirëqëna. Por faktikisht duhet të jemi falenderues për këto të mira që Zoti na jep pa kufi. Çfarë kuptove? Vlerën e jetës, vlerën tënde, rritë dashurinë për veten tënde, rritë ndoshta dashurinë për të tjerët, çfarë të ndryshoi në marrëdhënie? Në marrëdhënie më ndryshoi që kam filluar e vlerësoj veten pak më shumë nga që vlerësoja. E bëjmë këtë gabim. Po, rutina atë, do thosha, rutina e të përditshme të rëmben dhe thua hajtë se për vete e gjej kohën, që ajo kohë nuk gjendet asnjëherë. Mendoj që më ka bërë me zemër më të madhe për të dhënë dashuri pa kushte, për të uruar çdo njeriu vetëm të mira dhe vetëm shëndetin, sepse ai është parësori. Mendoj që kam rritur vlerat e mia si njeri, si nën pa diskutim. Këto. Ka patur momente që ke përshpëritur në heshtje me veten? Dhe çfarë i ke thënë? Momentet vazhdojnë të jenë akoma të këtyre përshpërimave, edhe i them që çdo gjë ka një fillim, ka dhe një fund. Dhe nuk duhet të dorëzohesh në sfidat që të dalin, në pengesat që të nxjerr jeta, dhe që rrëzimi nuk na bën me balt, na bën akoma më të fortë. Ringritja është akoma dhe më e madhe. Dhe nuk jemi për të ndalur, jemi për të marrë pak frym dhe për të vazhduar startuar. Marsi, ti ke zgjedhur të flasësh për çështjet e tua, të jesh edhe zëri i shumë zonjave, zonjushave dhe jo vetëm, por pse në të tjera situata sipas teje njerëzit nuk duan të flasin për këtë gjë, për këtë sfidë që mund t'ja shkaktoj jeta? Është pak e vështirë të flasësh për vete, Viola. Dhe unë personalisht, përveç rrugtimit tim profesional, kam filluar dhe një rrugtim të zhvillimit tim personal, për ta pranuar veten siç jam, me të mirat, me gabimet e mia, për të munduar t'i kuptoj njerëzit akoma dhe më shumë. Dhe ndoshta kjo është pjesa që e vështirëson të folurin e njerëzve në përgjithësi, sepse mendimi se çfarë do thot Viola për mua kur unë të them një gjë, është ai që të stopon që ti të thuash çfarë mendon në të vërtetë, apo të flasësh për një gjë që ty realisht të ndodh dhe nuk fshihet. Se është një gjë që ndodh, është një sfidë që ty ta jep jeta. Sa do të mundohesh ta fshesh është aty. Por është punë shumë e madhe me veten që të kesh guximin ta tregosh. E merr më personale pyetjen sija, ne e themi rëndomt, në sensin kur përshëndetemi me njëri tjetrin, por asnjëri nga ne kam përshtypje nuk guxon që të thotë Marsi nuk jam mirë sot. Kurse unë pyetjen si je që pas kësaj sfidës me shëndetin, them faleminderit o Zot, jam shumë mirë. Nuk e marr më fare personale dhe u uroj me gjithë shpirt të gjithë njerëzve që të jenë mirë. Ndoshta kjo më e fuqishme që pas kësaj sfide kuptohet se njeriu po su cënua
të shëndeti nuk arrin ta kuptoj që shiko është një e keqe, por kjo e keqe të erdhi që të vlerësosh të mirët që ke pasur. Dhe ta jetosh jetën në çdo ditë. Në çdo më të mirën e saj. Ne do të shkëputemi vetëm për pak hapësirë publicitare, edhe në dyja të qetësohemi dhe të rikthehemi me të tjera tematika. Mua më intereson shumë të di karakterin e Marsit, po madomendja nuk është vetëm kurreshtja ime, është edhe kurreshtja e mikeshave tona. Në çfarë nuk tregon Marsi, i bie takimi i radhës, se emri podcastit është çfarë nuk tregojnë femrat. Tani ne llogarisim çfarë nuk tregon Marsi, por Marsi do t'i tregoj të gjitha këtu dashur miq, se unë nuk e lë të lirë pa i thënë të gjitha, por ne do të shifemi vetëm pas pak. Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekte në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City dhe Regina Garden. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust. Rikthehemi përsëri në studio, jemi në çfarë nuk tregon Marsi, në takim me Marsin sot kemi zhvilluar gati një pjesë të mirë të bisedës, por kemi shumë të pathëna, sepse kemi pjesën më esenciale, them unë, dhe mua më pëlqen shumë kjo tematika kur karakterin tënd mund ta krahasosh me ngjyra. Kam përshtypjen që çdo karakter ka ngjyra? Patjetër që po. Mund të ekzistojnë karaktere që mendojnë veten diku te gria? Do të thënë as të bardha as të zezë, si mendon ti? Patjetër që po. Ka dhe të tillë. Ka patjetër. Karakteri tënd çfarë ngjyre do t'i jepi ose çfarë ngjyrash do t'i jepje? Karakteri tim do t'i jepja një ngjyrë gri. Gri? Pse? Për të treguar që është e fortë. Si shkëmbi, sigurët. Po. Nuk e kisha menduar të tillë. Nuk e di pse ajo gria më jep si një perde, të veshur. Më kupton? Ndoshta është dhe karakteri im që është e bardhë e zezë, po kjo s'ka të thotë. Po dashurinë? Dashurinë do t'i jepja ngjyrën e vjollcës. Pse? Përzierja e të kuqes, të pasionit me blumë e qetësisë. Po. Del miksimi i bukur. Po. Beson të dashuria Marsi? Besoj. Kam mësuar që nuk është vetëm një lloj dashurie siç na kishin thënë brezat tanë, unë duke qenë që jam relativ. Po, se do me ta thoshte me si zbën të dashur mi që ishte, se ma thash që në fillim. Në ato kohra kemi menduar vetëm për një lloj dashurie femër mashkull, ndërsa tani ka shumë llojshmëri dashurish dhe faleminderit Zotit që arritëm ti ndajmë, ti dallojmë, të kemi gjithë të shumë llojshmëri dashurish, sepse dashuria është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhë një njeriu. Është gjëja më e bukur. Më mirë ajo dashuria në ato kohë apo dashuria sot? Shiko, dashuria në ato kohë kishte një tjetër qasje. Dashuria në këtë kohë sot është pak më e gjerë,
Po ndërkohë duke qenë më e gjerë është dhe më e shpërndar, atëherë ishte pak më e mbledhur. Po të dyja kanë bukurin e tyre. Dhe të asaj kohe dhe kjo e kësaj kohe. Forcës tënde, çfarë ngjyre do t'i jepje? Forcës time do t'jap ngjyrë Leila. Në çdo sfidë, gjatë gjithë jetës time, gjithnjë model një diçka Leila. Në vizualizimet e mia, në ngjyrat që unë pëlqej, një bluzë, një lule, lavandën për shembull që unë kam lulen time të preferuar, gjithnjë ngjyra Leila. Por të bukurës? Të bukurës do t'i jepja një ngjyrë roz, elegancë, finesë. Ajo roze pasteli që është e bukur. Ngjyrat e nudit nuk të pëlqejnë fare? I vesh në të zakonshme? Jo, më duken shumë të mërzitshme, sikur jam pajet, po të kenë pak të artë brenda, po. Për të dhënë një shkëlqim, për të dhënë pak ndriçim, pak dritë, çdo gjëja. Nëse motivimi do të kishte 3 ngjyra paletesh, po ti pak a shumë e the edhe tek më përpara, të pyetja për dashurinë e mos gaboj. Por do zgjidhje përsëri në këto 3 ngjyrat e paletit, ngjyrat që rizjodhe pak më përpara? Po. Të kuqe, blu, të artë. Besnik e tyre? Po. Marsi, je ti besnik? Mendoj që jam shumë tip besnik. Ndonjëherë dhe tepruar në besnikërinë time. E merr përgjigje të tillë dhe reciproke edhe nga pala tjetër, kushdo qoftë pala tjetër? Në më të shumtën e rasteve, po. Në shumicën e rasteve, po. Dhe jam shumë falenderuese që rrethohem nga njerëz që janë besnik. Besnikëria është dhe një gjë, Viola, që dhe puna që unë bëj është e mbështetur shumë në besnikërinë që unë kam ndaj klienteve, besnikëria në kuptimin që çfarë ajo thot, çfarë diskutojmë nuk del nga puna ime. Dhe është e rëndësishme. Bazohet dhe në respekt, në minjohje për njëra tjetrën. Kështu që ke humbur njerëz në rrugëtimin tënd, Marsi? Në rrugëtimin tënd të jetës. Dhe kur them humbje, nuk them vetëm në mos jetesën e tyre, por them humbje në mos frekuentimin ose në mos pasurit më kontakte me ta. Kam humbur shumë, kam humbur disa, dhe për një pjesë të tyre më ka ardhur me të vërtet keq. Sepse jam munduar që ta kuptoj psen e humbjes së këtyre njerëzve. Jam një tip që dhe kërkoj pak sqarim, sepse duke qenë që jemi njerëz dhe mund të gabojmë, kërkoj edhe falje. Nuk e kam marrë nga pala tjetër, kështu që më ka ardhur pak keq për kohën e investuar, për besimin, dhënien nga vetja ime, po jeta vazhdon. Ka qenë ndonjëherë frika më dominante se vetë besimi? Si e ke menaxhuar? Kohë, po. E ka menaxhuar duke ju futur rrugës së zhvillimit personal. Dhe duke lexuar shumë, duke ndjekur mentor të ndryshëm, dhe duke mu rikthyer besimi që frika nuk është asnjë gjë veç se një iluzion. Bile ekziston një shprehje kur mora guximin dhe hapa derën, frika iku me vrap. Kështu që e kam humbur, kam pasur frikë në periudha të caktuara të jetës, por kam arritur që e kam menaxhuar. A je ndjer vetëm? Ndonë se fizikisht mund të kesh qenë mes shumë njerëzve? Po, në shumë raste. Pse? Ndonjëherë vazhdoj të ndihem akoma. Se ndoshta janë këto momente kur frika të zapton më shumë, zë më shumë hapësirë se sa besimi, dhe atëherë ndihesh pak vetëm, por e menaxhoj shumë mirë, kam arritur ta menaxhoj shumë mirë, dhe sa vinë dhe i kam më të rralla këto ndjesi, sa vinë. Është momenti që të ndalem pak edhe në rolin tënd në jetë. Je nën e një djali. Si është marrëdhënia me të? Marrëdhënia me djalin është shumë e mirë. Je më shumë shoqe apo je nga ato nënat protektive të kujdesshme? Shiko, deri në një farë moshe,
si të gjitha nënat që duhet të jenë bytëse, pastaj jam shumë e lumtur që e kam kuptuar rolin tim kur djalit bëri zgjedhjen për jetën e tij me familjen e tij të re. Roli i nënës më ka bërë një grua të fortë për të kaluar sfidat e jetës, më ka bërë dhe një njeri shumë të mirë. Sepse duke u mësuar që të jap dashuri pa kushte për djalin tim, normalisht jap dashuri dhe për njerëzit e tjerë. Jam shumë e fat dhe krenare që kam atë djalë. Jam jashtëzakonisht falënderuese Zotit për të. Është i mrekullueshëm. Ke patur një mesazh që ja ke thënë të veshje për ditë për të qenë ai buri që është sot? Mesazhi im është që i vazhdoj dhe t'ja jap vetëm që të doj shumë veten e tij dhe të jetë i përgjegjshëm, dhe ai ka të dyja. Jam shumë e lumtur dhe në zgjedhjet e tij të jetës, për gruan që ka sot në krah, për vajzën e mrekullueshme që kanë lindur, se jam gjyshe, Viola. Je gjyshe. Jam gjyshe. Ke një mbes të vogël? Kam një mbes 3 vjeç e gjysmë, Elora. Po, ta keni me jetë. Është pasqyre djalit apo është pasqyre e nuses? Nëse, qofte edhe në karakter, qofte edhe fizikisht. Si e shikon deri tani, apo një miksimi i tyre? Ndonjëherë e shikoj dhe si një pasqyrim timi, kur kam qenë e vogël, në pamjen fizike. Po, se thonë që ngjajnë me gjyshet edhe. Kurse kështu nga karakteri mendoj që është një përzierje ndërmjet Anës, mamas së Çupës, dhe Emit, djalit tim. Djalit. Kalon kohë me të? Ata jetojnë në Tiranë prej 3 vitesh, po kur vinë, kaloj kohë. Ja plotson të gjitha tekat? Ke raste që ndonjëherë të thotë edhe djali që ma tërbove gocën? Jo, se jam çike kursyer vetë ato gjëra. Marsi, çfarë shenjë zodiaku je? Unë jam peshku. Peshku, po, emotive. Unë do t'i rikthesha pra profesionit. Pse e vazhdon me të njëjtin pasion? Më vjen natyrshëm, më vjen nga Ke menduar të heqësh dorë në ndonjë moment? Jo, asnjëherë. Dhe kur bëja kimioterapit, unë në moment, ato ditë që bëhesha mirë, prap punoja. Dhe kjo gjë më bëri dhe që të vazhdoja më përpara. Asnjëherë nuk kam hequr dorë nga puna. Më vjen natyrshëm, Viola, është një punë që e bëj me shumë dëshirë. Mua edhe në 12 natës të më thuash çau se do të erdhi një orar, direkt e pas urdhron. Në krye të detyrës. Në krye të detyrës është një gjë që e bëj me shumë dëshirë, dhe këtë doja dhe të thosha që një punë e bërë me dëshirë, e bërë me pasion, gjithnjë të sjellë rezultate shumë të mira. Dhe unë e shikoj. 21 vjet punë. Marsi është prap prap vazhdoj të jem në terren. E preferuar. I shikon kushtet e këtij profesioni të barabarta, Marsi? Të flasim pak edhe për tregun. Aj sa mund t'a njohësh, ose aj sa mund t'a quash konkurrencë, fjala bie dikë tjetër. Pavarësisht se gjithkush do t'a gjej veten, a? Vetëm, po, është herë është konkurrencë e drejtë, herë nuk është. Sepse janë hapur shumë, jo të gjitha bëjnë një punë të pëlqyeshme, të gjitha përpiqen pa diskutim, po tek e fundit kapitalizmi këto ka, që njerëzit janë të libër të bëjnë çfarë të duan dhe konkurenca normalisht që do bëj të sajën. Por vitet e punës që unë kam, të krijojnë një farë rehatie që ajo pjesë që është mësuar me mua nuk ikën nga mua. Këtë ta krijojnë, eksperienca e punës ta krijon këtë komoditet, mendoj. Ka patur gjeste ose mirënjohje ka shitej edhe punës tënde me një falënderim, me një përqafim, me një mesazh. Do thënë, kush kanë qenë ato mënyrat dashamirëse që ta kanë treguar vërtet që për to ti je e rëndësishme? Unë këto gjëra i kam të përditshme, nuk më mungojnë, faleminderit Zotit përsëri, nuk më mungojnë mikeshat e mia që janë klientet prej vitesh, po dhe ato që vinë të reja, se ka rjedhje, ikin, vinë, rikthehen, nuk rikthehen më, dhe gjithnjë ma shprejnë respektin, mirënjohjen për punën time, për mua si person,
vinë jo të gëzuara dhe dalin të plot lumtura. vetbesim. Kështu që ndaj dhe thash dhe që pari, kam mikesha shumë të mira, që gjithnjë më vlerësojnë për punën që bëj për njeriu që jam. Mërzitesh për ato kliente që ikin? Por që prapë e gjejnë kthimin të Marsi. Gëzohem shumë kur i kthehen. Sepse Mërzitesh po shumë kur të ikin? Mërzitem kur më ikin. Se nuk mendoj që Gabon diku. Që gaboj diku që u lë shkas për të mërzitur me mua. Po jo gjithë njerëzit janë njësoj. Gëzoj shumë kur rikthehen. Po dhe kur ikin, tani kam mësuar që të uroj të jenë mirë. I mirëpret po njësoj Marsi apo diçka thyet edhe në këtë marrëdhënie? Mund t'i mirëpres dhe pak më mirë kur i kthehen. Kur i kthehen. Jo, nuk. Faktikisht sot selektimi i klientelës me cilën ti punon ose do të ndash punën tënde po bëhet. Ka një strategji të tillë, një mekanizëm të tillë në punën tënde apo je hapur për çdo kliente që dëshiron Marsi? Jam e hapur për çdo. Të drejtën për të ndjerë mirë dhe për të bërë një shërbim tek mua e kanë të gjithë. E kanë të gjithë, si ajo që mund të jetë një kliente e re, si ajo që është kliente shumë vjeçare, si ajo që mund të ketë një pozicion shoqëror disi më poshtë se njëra që mund të ketë një pozicion shoqëror më lart, më të ngritur, tek mua janë të gjitha të mirëpritura. Nuk i shikoj fare si nga cili rang shoqëror vinë. Çdo njeri ka të drejtë të marrë një shërbim bukurie. Është vonë për të filluar të dashurosh Marsi? Si e mendon? Asnjëherë nuk është vonë për të filluar për të dashuruar, asnjëherë. E ke patur fatin të dashurosh më tepër, të japësh më tepër nga ndjenja jote apo në po të njëjtat kushte të marrësh? Si e ndeshur me jetën? Tani për çfarë dashurie po flasim mirë? Faktikisht unë po flas për atë dashurinë personale. Por që në qoftë se është delikate, ma dimensiono. Është fare delikate. Unë kam pasur lidhje dashurore që më shumë kam dhënë se sa kam marrë. Si e gjykon sot që femrat, zonjat, zonjushat, janë të gatshme për ta rifilluar jetën e tyre kurdoherë që ato mendojnë se është gati? Kjo është një vetvlerësim shumë i mirë që gratë, femrat i bëjnë vetes së tyre. Na bëjnë fajtore këto zgjedhje? Që duam ta rifillojmë? Që duam ta rifillojmë. Absolutisht, çdo të njeri e ka të drejtën për të rifilluar diçka të re. Thash, kur bie njeriu nuk do me thënë që bëhet me barkë dhe aty duhet të ngelet. Bie dhe ringrihet për të filluar diçka akoma më me vrull dhe me fuqi, energji, gjëra të reja. E ke ndjerë stigmën e paragjykimeve? Ke qenë ndonjëherë në profilin e të folurës diku tjetër, ose ke dëgjuar diçka që nuk të ka pëlqyer, nuk ka qenë për ty? E kam ndjerë. Dhe se si ke reaguar? Fatmirësisht, nuk është se më bën përshtypje apo të mendoj ndonjëherë se çfarë do thonë të tjerët. Sepse kam pasur një parim në jetë. Në darke, në mbrëmje, çdo njeri shkon në shtëpinë e tij dhe ri me shtëpinë e tij, me vetminë e tij, me njerëzit e tij. Nuk do vi njeri të ri me mua dhe të më mbaj ison, femina. Kështu që nuk e kam pasur asnjëherë problem se pjesën se çfarë do thoshin njerëzit. Thosha, para Zotit dhe para djalit tim, të jem në rregull. Me thënë, këta janë dy njerëzit, nëse mund të thuhet që unë duhet të jap llogari. Derisa para atyre jam në rregull, çdo gjë. Je tip që jep llogari Marsi? Mendoj që jo. Je tip tolerante? Do shta edhe më shumë se që mund të thuash që Marsi edhe vetet e prova tani. Jam tolerante. Ke hasur po të njëjtën tolerancë në jetën sociale në të cilën? Në më të shumë të në rasteve, po. Ka dashamirësi sot, Marsi? Janë njerëzit sot më të mirë, apo më pak të mirë? Mund të kemi një vlerë matëse? Mendoj që njerëzit janë me shumë lef, janë me shumë inat. Nga se shkaktohet, mendon?
Nga një jetë e palumtur personale? Nga një jetë e palumtur personale, nga një boshllëk, nga traumat të fëmirisë, nga traumat e jetës që nuk arrin t'i përpunojnë, nuk arrin t'i pranojnë, që pastaj të vesh tek përpunimi, dhe mendoj që ka më pak dashuri reale. Dhe është për të ardhur keq, sepse njeriu sa me zëmër më të hapur të jetë, me zëmër më të madhe, aq më shumë të vinë mirësitë dhe begatit e Zotit. Po duhet punuar për ta kuptuar këtë gjë. Duhet të punojnë njerëzit me veten e tyre, që është puna më e vështirë. Ke pasur kosto për zgjedhjet që ke bërë në jetë? Kanë qenë të larta? Deri diku po. Deri diku po. Që tek pjesa si e kanë filluar, që ishte humbja e një fëmije që unë hyra kësaj, dhe duke vazhduar, kam pasur kosto. Po jam e kënaqur që i kam t'i kaluar dhimbjet që më kanë lënë këto kosto. Jam shumë e kënaqur me vete, jam shumë krenare me vete. Dhimbja të ka ndryshuar apo të ka bërë më të fortë, Marsi, në rastin tënd personal? Çfarë do dhimbje? Po, e kuptova. Dhimbja më ka ndryshuar për mirë. Për mirë? Për mirë. Të ka bërë njeri më të mirë? Njeri më të mirë, ka momente që kam dhe unë ato shpërthimet e mia, si gjithë njerëzit, me nerva, pa nerva, me të bërtitura, me të ulëritura, por mendoj që më ka bërë më të mirë dhimbja. Më ka bërë më të mirë. Ndoshta në pamjen e parë pak më të egër, po thellë më ka bërë më të mirë. Në qoftë se do ktheheshe pas në kohë, çfarë do bëje ndryshe? Asnjë gjë. Asnjë gjë po. Ndoshta do mendoja pak më shumë për vete. Bën shumë pse? Pyet shumë pse? Veten tënde, absolutisht. Jo. Kam mësuar një gjë nga kjo sfida e shëndetit, që në momentin që do pyesja pse mua, i bie që ja dëshiroj këtë gjë dikujt tjetër, gjë që nuk dua, nuk ma pranon ndërgjegja ime që ti dëshiroj të keqen dikujt tjetër. Kështu që kam kuptuar që bërja e pyetjeve pse është mirë që të mos jetë. I bëj pyetje vetes pse, kur ndihem keq për diçka, kur ndihem bosh nga brenda, për të gjetur motivin që më solli në këtë gjendje dhe për ta rikuperuar dhe për ta shëruar. Si e ke marrëdhënien me pasqyrën? Të vërtetën? Të vërtetën. Jo dhe aq mirë. Bile nusja e djalit më bën gjithnjë vrejtje që më thotë, Marsi, shikohu pak më shumë në pasqyrë se je shumë e bukur, thotë, je shumë e fortë. Je një grua për të marrë shembull, je një nënë e shkëlqyer, se ka dalë ajo fjala që nusjet nuk i duan vjerat, po më duket se kjo nusja ime më do. Po besoj se janë në të njëjtat kushte, dashuria edhe ndoshta më shumë. Motoja jote e ditës? Kush vazhdon të jetë? Vazhdon falenderimi për ditën që na dhuron Zoti dhe për të mirat që kemi dhe nuk dhe t'i vlerësojmë sa më shumë. Muzika që dëgjon? Më vdes për Alban Skënderaj. A gjen vetë? Po, dhe më ka ngelur peng që sarita të shkoj te koncertet e ti. Po, do vi. Se do ketë organizime të tjera. Bashk, ora televizive, pavarësisht se neve unë kam shumë se vetë biseda rrjedhshëm dhe natyrshëm bën që të më lindin pyetje të tjera. Po unë mos të kaloj masën, se Marsi pasaj do thotë më gjete mua të mire të urtë, edhe të vazhdove ti, se i dola ca nga pyetjet nga skripti, jo? Ska që bëre shumë mirë. Të falenderoj me zemër. Dhe me zemër dhe sinqeritet nuk të falenderoj vetëm që i pranove ftesën, më theme një herë po, por mbi të gjitha për rezatimin e forcës, energjisë dhe mesazhit të fortë të zërit tënd që shumë veta atje jashtë e gjejnë dhe janë duke luftuar në këto momente. Unë të falenderoj ty shumë që më ftove në këtë emision kaq të bukur. Biseda rrodhi shumë lirshëm dhe unë ndjeva shumë rahat. Shumë faleminderit sinqerisht, se është një vlerësim shumë i madh për mua që jam këtu sot. Të uroj të mira dhe patjetër që do kemi të tjera raste për të folur për shikuesit edhe ndoshta pse jo nga profesioni yt, të flasim për të bukura, të flasim për projekte të mëdha, që të bëhemi pjesë të gjithë.
Unë jam gjithnjë gati. Shumë Kjo faleminderit. ka rëndësi. Miq, ne ju përshëndesim. Si unë dhe Marsi, ju dërgojmë një përqafim të ngrohtë nga studio e podcastit Çfarë nuk tregojnë femrat. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be loved by you. The diddly 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 dum, poop poopy doop, poop poopy doop.